Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala e sonte do të kem përballë një hynesh të vërtet. Pse e them një hynesh të vërtet? Për shkak të emrit që ajo bart, për shkak të historisë familjare nga e cila vjen dhe mbi të gjitha, për shkak të rezultatit të jashtëzakonshëm që ka korrur në zgjedhjet e fundit parlamentare të Kuvendit të Kosovës, duke dalur një nga vajzat më të votuara në nivel vendi, në një moshë jashtëzakonisht të re dhe duke bartur kështu edhe përgjegjësinë e deputetës më të re të Kuvendit të Kosovës. Kam përshtypjen që tashmë e kuptuat për kë bëhet fjalë, me mua dhe me ju është Stala Jashari. Përshëndetje dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, kënaqësia është e gjitha imja. Shumë kënaqësi dhe nder i veçantë, siç e thash me pas sonte në këtë emision ku publiku për te pozicionit tënd, për te figurës publike që tashmë e ke ndërtuar me shumë për kushtim, do ta ketë mundësinë të një edhe në aspekte të tjera të jetës, veçense do t'i hapësh kartat e jetës tënde në të ri perspektiva. Para se të vim tek kjo pjesë, zakonisht të gjitha hyneshat i rikthej në retrospektiv si kanë qenë ato kur kanë qenë fëmijë. E tash që Sala i takon një gjenerate jashtëzakonisht të re, je vetëm 26 vjeçare, megjithatë konsideroj që familja jote ka pasur shumë ëndra, shumë dëshira, shumë sfida sigurisht, por edhe sukseset e veta. Si e kujton Sala fëmijërinë sot? Në përgjithësi, ndihem gjithmonë e bekuar për familjen time, rrethin tim shoqëror dhe mënyrën se si jam rritur. Në përgjithësi, familjen time është si diçka që jo shumë ndryshe prej moshatarëve të mi. Ndoshta me shumë përkushtim, për shkak që jam rritur nga prindër që vazhdimisht janë mundu shumë për me i pas të realizueshme ëndrat e tyre, edhe vazhdimisht na kanë mësuar që nëse dëshiron me arrit diçka, duhet më përkushtu shumë, duhet më mësu shumë, e si e vogël, unë i kam përfundu 2 shkolla për një herë, kam qenë në shkollën e muzikës Tefta Tashko në Mitrovic, përderisa isha në shkollën fillore në Skenderaj. Më njëherë si e kam përfundu mësimin, kam vrapu shpejt për në stacion të autobusave, me mbri autobusin për mujt me shku në shkollën e muzikës, e qysh e vogël orari jem gjithë ka qenë Ngjeshur. shumë ngjeshur. Kam fillu mësimin në ora 8, në ora 12:40 e kemi përfundu, në ora 1 më njerë kom pas autobusin, edhe muj me thonë që deri në ora 6-7 mbrëmjes kam qenë në Mitrovic, në kar të muzikës, në shkollë të muzikës, e në fund krejt në mbrëmje e kishëm një kurs të gjuhës angleze që e kemi pas në familje, e gjithmonë ka qenë kështu, ka shumë jeta ime. Shumë e angazhuar. Shumë. Tani sot jeni futur politikës, para se të vim te kjo, gjatë rritës tënde, ke menduar ndonjëherë që sot do të merresh me politikë? Asnjëherë. Është interesante që sa herë që kam qëndruar me njerëz të tjerë, unë jam marrë me muzikë, jam marrë me arsim, jam marrë me aktivitete të ndryshme, po kur nuk e kam mendu që do t'i futem politikës. Po të tjerët e kanë mendu. Edhe kam taku njerëz që kur më kanë pa, më kanë thonë ti ke me him politikë. Edhe unë bëj shrat qyshve po me ndani unë politikë, se s'është që fatkeqësisht më me thonë, s'është që e kom pas në interes timin, por në vitin 2021, kur edhe kam kandidu për herë të parë për këshilltare komunale, ka qenë një perspektivë krejt tjetër e jetës, edhe ndihem me fat që e kam pas mundësinë me provu edhe këtë ndryshim të menduarit, se politika nuk është diçka si që shohim ne si një veshje negative, që më patjetër duhet t'i futesh rrugëve të këqija për me qenë një politikan i mirë. Politikat janë të përditshme. Në çdo shtëpi, në çdo vend ku ne shkojmë, ne jemi duke i përdorur politikat ose politikbërja e dikujt, po. Momentin kur unë kam punu si këshilltare komunale, kam thonë qysh na nuk flasim për politikbërje në shkolla, edhe nuk japim pak një rëndësi ma të veçantë, në atë formë që të zhvillohet edhe mendimi kritik tek secili i ri e re edhe çdo qytetar i Kosovës, edhe zgjidhja e atyre do t'ishte sigurisht më e mirëfillt në aspektin e përfaqësimit të tyre që ata dëshirojnë. Kështu që anise nuk e kam mendu shumë herët, e vlerësoj shumë faktin që sot e kam mundësinë për me i shfrytzu eksperiencat e mia sa dhe që jam e re në moshë, edhe mundësit për me qenë një shembull i mirë, edhe pse jo me qenë unë një arsye për me bo thirrje që
duhet të marrë më shumë me këtë pjesë. në aspekte mirëfill të saj, studimet të saj, patjetër që po. Mirë, sala nga muzika në politik, një ndryshim do të thoja drastik i veprimit, i të menduarit, i profesionit në përgjithësi. E thash në fillim të emisionit që ti rrjedh nga një familje adhetare, je familjes jashari, familjes heroike. A do të thotë kjo që je rritur me adhetarizëm, je rritur me dashurinë për vendin, për shtetin dhe ndoshta kjo të ka shtyrë që sot ti futesh më shumë politikës? Në fakt, për çdo etapë të jetës time, Sepse edhe ke lindur në vitin 99, në kohën kur situata në Kosovë ka qenë katastrofike, do të thoja. në çdo etapë të jetës time, unë gjithmonë kam gjetë një arsye, pavarësisht të jam marrë me muzikë, apo me çka jam marrë, gjithmonë një mësim në atë fazë të jetës më ka ndihmu shumë për çka jam unë sot. Për shembull, unë e prej moshës 5 vjeçare kam dalë në skemë për herën e parë. Dhe ke pas Edhe këngën e parë po ashtu, kështu që automatikisht jeta ime ka qenë bashkë me publikun. Edhe jam mësu në për skenat e Kosovës, jam mësu për me qenë nashta një figurë ma e njohur karshi moshatarëve të mi. Për faktin që jam nga familja jashari, tash kjo ka ndiku shumë në mënyrën e formimit të personalitetit tim. Se na jemi mësu vazhdimisht për më dëgju për ngjarje historike, për herojnë e heroina. Edhe tash mënyra se si rritemi dhe çka dëgjojmë, në nënvetdijen tonë ndikon edhe në atë çka do t'jemi ne në të ardhmen. Kështu që mendoj që ka ndiku jashtëzakonisht shumë. Edhe pse prap nuk e kam mendu mënyrën ose rrjedhën qysh unë do të përfaqësoj popullin tim, prap se prap e ka një lidhje të jashtëzakonshme e historia e familjes sime bashkë me salën që jam sot. Sigurisht më ka jep përgjegjësi të mëdha, më ka mësu se çka do të thotë për me shërbyer vendit, çka do të thotë me qenë i gatshëm për me sakrifikuar edhe jetën për gjithë popullin tënd, për dëgjuar shqipe, për atë dheun tënd, edhe duke u rrit me një ndjenjë të jashtëzakonshme, gjithë atij heroizmi ka ndikuar që edhe unë sot me vazhdu edhe pse në një formë krejtësisht tjetër, po megjithatë mendoj që qëllim më të bukur se sa me shërbyer njerëzve, edhe me jap mundësi atyre që nuk kanë za për me fol për vetveten, besoj është njëra prej arritjeve më të mëdha që mundet me i bë njeriu. Absolutisht. Sala, e dim që çështja e konstituimit të kuvendit vazhdon të mbetet diskutabile për shkak të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe gjithë rrjedhës që ne e kemi parë, të rastisi që detyrën e parë si deputete ta kesh si bashkë kryesuese e atyre 54 e më shumë seancave konstituive, tregon pak si ishte ndjenja aty Leshnat Karrige, pavarësisht që ndoshta nuk do dojet shihje skena që vetëse i pam për shkak se mandati i parë, hera e parë si deputete e Kuvendit Kosovës, po ma përshkruaj pak atë ndjenjën gjatë realizimit të seancave konstituive, gjatë bashkëudhëheqjes. Sigurisht Pa hyrë në aspekte politike natyrisht. Sigurisht ka qenë për mua fat që kam qenë edhe jam ende deputetja më e re e Parlamentit të Kosovës. Në momentin kur edhe kam marrë vesh këtë obligim edhe përgjegjësi që do t'jem edhe ndihmëse kryesuese, mi thonë të drejtën, ka qenë një fillim e një rrugtimi politik edhe me një peshë më të madhe. Që mu m'ka jep përgjegjësi të jashtëzakonshme, po edhe më njëherë kam kuptu që rrugtimi jem po ndryshon, edhe po fillon me përgjegjësi edhe më të mëdha. Patjetër. Ani pse ende nuk i keni marrë detyrat e para si deputet. Në rast se veç konstituohet kuvendi dhe nuk shkojmë në zgjedhjet parakohshme, ashtu siç po ka zëra të ndryshëm se nuk e dim, janë thjesht hipoteza, cilat do të jenë çështjet me cilat sala do të merret veçanërisht, tek cilat kategori do të fokusohesh apo tek cilat çështje problematika të qytetarëve do t'i kesh si synim si deputete e re. Unë Elvana, para se me qenë deputete, kam qenë mësimdhënëse, edhe viteve të fundit të jetës sime jam marrë kryesisht me cilësinë e arsimit në Kosovë, në forma të ndryshme. Ndoshta shumica e qytetarëve mundet me mbajt mend se unë kam dalë në përshishje të komunave të ndryshme, me kërku në nënshkrime për një peticion që e kena fillu bashkë me organizata të ndryshme, e unë kam qenë vetëm një pjesë e vogël e saj, po megjithatë kemi dalë në mënyrë vullnetare për mujt me ndryshu ligjet e Kosovës. Ka qenë pikërisht ai moment kur unë kam fillu me kuptu që me qenë mësimdhënës është një kontribut të jashtëzakonshëm. Po na kemi nevojë për mësimdhënësve që dinë me kriju politika të mira, në atë formë që t'i arrijmë me të vërtet ndryshime që janë të nevojshme. Kështu që rrugtimi politik e kam fillu duke pasur si kauz arsimin dhe sigurisht jo vetëm, për shkak që
veç përfaqësimi jem për një familje heroike tregon realisht shumë edhe pritshmëritë e njerëzve janë shumë të mëdha, po fokusin kryesor e kam arsimin për shkak që e kom pa edhe e kom prek vet nevojat që i kanë fëmijët e shkollave publike. Edhe e kom pa realisht gatishmërinë e mësuesave në shkolla publike për me jep hala ma shumë edhe me kontribu hala ma shumë. Momentin po e ndaj një skenë të vogël, një përjetime të fundit para se me fillu kandidimin. Unë e kom pas një trajnim, një mentorim që ja kom bë disa mësimdhënësve. Edhe pasi e kemi përfundu, fillimisht më kanë jep energji të jashtëzakonshme se e kom pa gatishmërinë e tyre në weekend dhe për me punu. Edhe në fund na mbetën disa mijë të shtesë. Edhe organizata na tha që munden 1 milion në shkollë me mësuesit le të ndajmë me njëra tjetrën. Mu m'ka dhimbë në shpirt fakti që ato është dash mi nxjerr një nga një fletat e bardha për mi nda me njëra tjetrën në atë formë që të kanë mjete mësimore për fëmijët e tyre. Edhe unë kam jep mësim në shkollë private. Ka qenë një krahasim i dukshëm mundësive që i kom pas unë me mësuesit e shkollave publike. Edhe aty e kom pa që unë nëse veç që kom pas një ide, edhe qoftë nashta në kulmin e kreativitetit, i kom pas krejt mundësit për me realizu. Edhe ka qenë krejt e kundërta me mësuesit e shkollave publike. Unë vet kam shoqni të aspektit të mësimdhënies, edhe shpeshherë më kanë tregu që për me kriju aktivitete, ata është dashur dhe hala nxjerrin parat prej xhepit të tyre në atë formë që me realizu për nxënësat që ata e kanë një lidhje të jashtëzakonshme, se unë kur e kom provu vet, na shpeshherë nuk i thojmë edhe nxënësa, na i thojmë fëmijët tanë, se e keni lidhje të jashtëzakonshme emocionale që e bën me ta. Kështu që duke qenë në këpucë të një mësuesit, për mu ka qenë edhe shumë e vështirë për me lanë punën, për me kandidu, po kom mendu ma afat gjatë. Edhe kom mendu që rrugtimin politik nuk nënkupton shkputje me nxënësit e mi, nënkupton që unë po e filloj një rrugtim tjetër që do t'i takoj nxënësat e mi në të ardhmen. Dhe jo vetëm nxënësat e mi, po gjithë nxënësat e Kosovës. E shoh shumë të nevojshme që Kosova, edhe unë si deputete, shpresoj që t'arrijë që ta bëj arsimin prioritet, sepse aty janë rrojnë të ndryshimit të nevojshëm që i ka Kosova. Është jashtëzakonisht e vërtet edhe jashtëzakonisht kauz e qelluar me cilën ti do të merresh, unë uroj dhe shpresoj që mos të shkojmë në zgjedhje të reja, dhe në fakt keni mundësinë edhe ju si deputet të sapo zgjedhur ti realizoni këto synimet tuaja edhe idetë për çka edhe i keni hyrë garës politike. Sala po e shoh që me ty kemi shumë çka për të biseduar, alim se e tham në fillim që e ri në moshë, por jashtëzakonisht me përvojë në gjëra të ndryshme, është koha për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio që këtë emision ta nisim me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse pas pak Sala Jashari do të bëj hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Me së dashur të Radio Kosovës, jemi rikthyer sërish në studio, po ju shoqëron emisioni Hynesha me ju unë Elvana Shala, e sonte kam përballë Sala Jasharin, deputeten më të re të kuvendit të Kosovës, deputeten më të re në moshë të këtij kuvendi, e cila tani është gati të bëjë hapjen e kartave të jetës së saj në 3 perspektiva. Ai gati. Shumë gati. Zgjedhë një kartë nga e kaluara. Nga e kaluara. Flofel kutu. Okej, hajde po shkojmë. Sala filloj me të mesit. Si mësuat se si menduat, edhe një herë që të e prina, si menduat se mësuat të përdorni atë. Sot, kur rikthehesh në të kaluarën tënde, si mendon se ke mësu të përdorësh gjithë atë të kaluar? Të kaluarën. Është shumë e rëndësishme që gjatë rrugtimit tonë të karrierave të ndryshme, eksperiencave tona të ndryshme, është e rëndësishme me kuptu që ajo çka je ti, ka të bëjë shumë me të kaluarën tënde. Shpeshherë unë edhe ndoshta edhe jam gjyku për vetë faktin se momentin kur njerëzit e kanë pa që kom marrë shumë vota, më kanë thënë që shumica e këtyre votave janë për shkak të respektit të familjes. Edhe ndoshta dikush edhe ka pasi dobësi, po për mua ka qenë krejt e kundërta. Për mua nuk është dobësi. Edhe në asnjë moment nuk ndjej aspekt negativ për me përmend që kjo është e kaluar edhe është diçka që edhe në qoftë se unë nuk flas, ajo është e imja. Edhe sigurisht në aspektin e kësaj historisë nuk është vetëm e imja, është e gjithë Kosovës, po jam pajtu me të kalumen e familjes sime edhe me atë përgjegjësi që unë mbaj. Më ka ndihmu për me qenë një udhërrëfys për rrugtimin tim tashëm.
jam pajtu që çka jam unë, dhe në kupton që mbrapa e kam në një figurë t'jashtëzakonshme si heroina Sala Janshari, po kjo mu m'ka ndihmu veç me gjithë vlera. Më është dash thjesht mu pajtu që çka do që je ti është edhe pjesë e kalumës Si tënde. përgjigj Sala zërave që votat e shumta që i more, thash je ndër më të votuarat në nivel vendi, i more për shkak të respektit familjes dhe jo për shkak të figurës së Sala Jasharit të reje që e kemi sot për mua. Në përgjithësi, fillimisht i falenderoj gjithë ata që më kanë votu dhe më kanë besu, edhe për mu ka qenë befasi për me marrë një numër kaq të madh të votave, po për mu është e përkthyena me një besim t'jashtëzakonshëm, me një thirrje që unë e kom dije që duhet për me vazhdu këtë rrugtim. Je ndjeqës, ka pas momente që je ndi keq kur ka pas zëra që votat i ke marrë veç për shkak të emrit të familjes dhe jo për shkak të integritetit ose vlerave tua personale. Jo se e kuptoj, edhe me thonë drejtën unë kam shumë vetë besim, edhe e di qëllimin pse unë kom hi në politik. Qëllimi jem është më i madh se unë vetë, se sa mendimet edhe perspektiva e dikujt vetëm në ata aspekt. Kështu që përderisa e shoh qëllimin tim, nuk e kam problem, nuk e kam problem. Mirë, jashtëzakonisht e bukur kjo të dëgjohet nga një vajzë e re si ti që ka thotë tash pjera këtë pikë zgjedheni. Tashme, kjo këtu, hajde po shkojna me të porën. Parën. Hajde. Formimi reaktiv është një mekanizëm mbrojtës në të cilin një person sillet saktësisht e kundërta nga ajo që ndihet. Për shembull, kur një person është shumë i pasigurt dhe i friksuar, ajo sillet në mënyrë arrogante dhe provokuese. Kur dhe si e përdorni formimin reaktiv si mekanizëm mbrojtës, si për një shembull. Nga ajo sa unë të njoh dhe sa dukesh, nuk je tip që përdor formimin reaktiv duke u sjellur e kundërta asaj që je. Por ka pas raste të tilla Sala në jetë që je detyruar? Në përgjithësi jo, vetëm që e vërej veten që në qoftë se të tjerët ose në ndonjë situatë dikush është sill jo në mënyrën adekuate, ka shi dikujt që ndoshta është më i pafuqishëm, në ato momente unë e vërej veten që veproj. I kam më shumë durim kur bën këto karshi meje, por jo kur është karshi të tjerëve, kështu që e vërej që besoj reagoj në atë formë që ti mbroj ata. Dhe nuk je vetvetja. Kur del Sala prej vetvetes? Çka më duhet? Shumë vështirë. Vetvetes. Shumë vështirë është. Shumë but, shumë te piqet, po megjithatë sigurisht kemi të gjithë momentet kur shpërthejmë. Mua nuk më pëlqejnë padrejtësitë. Edhe besoj që janë ato momente, sidomos kur dikush sillet me dikën pafuqishëm, momentin kur jam unë aty, edhe vepron në atë forma që nuk i lejoj, besoj në atë moment mund muj me reagu, po nuk është që dal jashtë vetes, po di besoj qysh me reagu edhe me menaxhu sigurisht. Po në përgjithësi kam durim shumë, kam punu shumë për me pas këtë durim, edhe kom vrejt që edhe njerëz janë habit pak me durimin tim që kom pas edhe gjatë seancave, po megjithatë besoj që urtësia dhe durimi janë disa prej pikave që tentoj që vazhdimisht i zotroj. Gjatë i përmende seancat, gjatë këtyre 50 e disa seanca sa janë mbajtur konstituive, ka pasur momente kur ke dasht me shpërthy, pavarësisht që e ke pas durimin e plot? Po Elvana, se unë kom fillu këtë rrugtim tu mendu që në fund të fundit, pavarësisht partive politike, të gjithë kemi një synim edhe një qëllim që është Kosova. Integritet personal mbi gjithë. Dhe në momentin kur nuk e kam pa, edhe e kom prek për nga afër që nuk po mendohet për njerëzit e Kosovës, sigurisht që e kom përjetu shumë rënd. Edhe vazhdimisht ka qenë pyetja çka mundet me bo Sala në këtë moment. Për mu, fatkeqësia ime ka qenë që kushtetuta edhe rregullat e kuvendit nuk më kanë leju me dal jashtë kësaj kornize. Po edhe në fund të fundit, pavarësisht situatës, nuk kam dash që me jep një shembull që duhet të dilet jashtë këtyre kornizave. Sepse gjithmonë mendoj çka nëse të gjithë kishin fillu me bo shkelje të kushtetutës, shkelje të rregullave, edhe sigurisht që rezultati do të ishte me një kaos. Edhe unë e kam mendu vazhdimisht çka munde me bo, po çka do që
kisha bo në atë moment, nuk ish sjellë rezultate të tjera përveç asaj që kemi po vazhdimisht. Besoj do të futej edhe me një bllokim më të thellë në aspektin po. Kështu që ka qenë shumë e vështirë, shpeshherë jam ndje që duhet me bo diçka, po Është e pafuqishme për të ndryshuar situatën, pavarësisht që uleshit në një karrige të rëndësishme. po, fatkeqësia është që nuk i jepet asnjë mundësi deputetit më të ri në atë moment, as edhe për një fjalë përshëndetse, por ne jena mundu që në protestat që i kemi pasur pas seancave, të paktën aty me ngrit zanin dhe me tregu qytetarëve çka realisht ne mendojmë, edhe që jemi me të njëjtin mendim sikurse ata. Natyrisht. Mirë, çka thotë Armia në këtë pikë dhe e fundit për këtë raund. Përndryshe, Sala shpejt u mori dorën kartave. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për të cilën duhet të punoni, për çfarë duhet të shpenzoni më pak kohë për të arritur këtë. Kam përshtypjen që në një të ardhmen të afërt ke ndonjë qëllim të caktuar, qoftë personal, qoftë profesional, për cilin do të punosh. Për çfarë mendon se duhet të shpenzosh më pak kohë për të arritur atë qëllim? Cili është qëllimi që mendon se mund të arrish në formë të shpejtë, pa pasur nevojë për shumë kohë? Mendoj që të qenurit shembull për të rritë edhe të rejat e Kosovës. Kjo është një prej qëllimeve që muj me arrit ndoshta pak më shpejt. E për ato qëllimet që vetë sa i përmendëm, e di që jam proces, edhe jam e vetëdijshme që do të merr kohë, po megjithatë kjo kohë është shumë e vlefshme dhe e nevojshme për neve gjithve. Mirë, Sala, një pyetje të fundit në këtë pjesë të dytë, në rast se do të shkojmë në zgjedhje të parakohshme, do të rikandidosh? Patjetër, unë e ku marrë shumë seriozisht rrugtimin tim politik, edhe momentin kur edhe më është kërku për me kandidu, e kam mendu shumë, edhe unë kom hi me qëllim. A ka pas momente gjatë fushatës që ke dash të dorëzohesh? Jo në asnjë moment. E si Jo. Është interesant se tash unë e përmenda më herët unë jam mësimdhënëse. Edhe vazhdimisht nxënësat e mi jam kanë të i mësu edhe të mundu për me nxjerrë më të mirën prej tyre. Edhe i kom tregu që çdo ballafaqim që e keni janë vetëm sfida të vogla që ju duheni me te i kalu. Vjen një moment në jetë që thu, po, unë kam qenë 25 vjeçare, po vazhdimisht jam optimiste, edhe vazhdimisht kam qenë në shoqëri prej atyre personave që i kom jep motiv të tjerëve. Edhe ka ardhur një moment në jetën time që kom thënë Sala, 25 vjet nuk jam pak. Edhe ti po i flet të tjerëve, po besoj që shembull më i mirë është kur ti e praktikon vet. Po. Edhe për nxënësat e mi, ka pas raste që çka do që i kom mësua atyre, kom thënë ka ardhur momenti që unë me bo vet, me qenë një shembull duke e provu dhe duke praktiku ato, është shembulli më i mirë që mundesh me ja jep gjithve. Kështu që e kom ditë, jam kanë e vetëdijshme që rrugtimi politik nuk është i lehtë, po në asnjë moment nuk kom dash mu ndal, edhe mbi gjitha mi tregu drejtën, sa herë që kom shku në fushata dhe në takime me njerëz, kom thonë çfarë kënaqësie, çfarë dashnie kom gjetë mes njerëzve, që besoj kur nuk e kisha pas mundësinë, në qoftë se nuk i kisha hik të rrugtime. E njerëz janë ata që kur nuk më kanë lënë u shpru, me mikpritin e tyre, besimin që ma kanë jep, kështu që për mu e dina na rrugtimi politik kam e pas vazhdimisht sfida, ka hala, kam e pas, po kur e ki që të ndjenjë, që është të i kalohet më lehtë. që është edhe nuk gjen fjalë për me shpreh këtë ndjesi që ta japin njerëzit, është diçka më e madhe se sa krejt këto sfida. Natyrisht. E dashur shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, po besoj që mirë po ndihesh në këtë pjesë. Po, shumë mirë, faleminderit. Mirë, është koha që sërish të rikthehemi muzikës për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ndërkohë që ju mos e ndroni kanalin, vim pas pak me raundin e dytë të hapjes së kartave të Sala Jasharit. Veç të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashk, po ju shoqëron emisioni Hinesha, tash është koha për raundin e dytë të hapjes së kartave të Sala Jasharit. Ai gati. Po. Zgjidhe një kartë nga e kaluara. Nga e kaluara. Okej, hajde, po shkojmë. Me të mesit prapëm. Cila është këshilla më e keqe që keni marrë për të dhe nga kush për të kaluarën tënde ose në të kaluarën tënde? Cila është këshilla më e keqe që e ke marrë dhe prej kujt? Nga e kaluara. Që të ka ngel kështu në mendje. Këmë thonë Elvan që me full për vete nuk është kjo qetë.
Ne do të sfidojmë pak sot. Kemi thirrë me të njoftë ty si Sale Ashari. Po. Po mendoj. Nuk e di, nuk është që po m'bjen mend në këtë moment një këshill të keqe. Ndoshta edhe ka pas, po Merr shumë këshilla në përgjithësi në jetë. po edhe jam shumë dëgjuese E mirë. e mirë në këtë aspekt, sepse A i vetë praktikon apo ka rëndësi kush ta thot? ka rëndësi sigurisht kush e thot. Edhe vetën e shoh si një student i tërë jetës, edhe dijen e shoh si diçka që ne vazhdimisht jemi duke mësu. Nuk e shoh veten në asnjë moment perfekte. Edhe e di që kam nevojë vazhdimisht për me dëgju, me mësu, me dëgju mirë këshillat që mi japin njerëzit që i kam të rreth. Të cila është këshilla më e mirë që e ke marrë në jetë? Që ti e kujton gjithmonë edhe prej kujt? Këshilla më e mirë është me qenë vetvetja. Prej kujt? Është prej familjes, prej babit, edhe prej rrethit të ngushtë kryesisht. Edhe rrugtimin politik e kom nis me pru një figurë tjetër, një figurë autentike. A mendon që rriqesh mundësi në politikë të jesh vetvetja, duke ditur faktin që politika të zhvesh nga të qenit vetvetja? Besoj që po. Edhe sidomos, unë jam e re mosh 26 vjeçare tash, po megjithatë kom arrit për me njoft veten. Edhe momentin kur arrin njeriu ta njoh vetveten, nuk e ka për frikë edhe ta tregoj vetveten. Kështu që në këtë rast besoj edhe unë kam arrit pjekurinë time. Deri në këtë moshë nuk kam ndryshu dhe besoj që nuk kam ndryshu as edhe politika. Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë, zgjidhe një kartë nga e kuqe. Okej. Shkojmë. Projekcioni është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne ja atribuojmë mendimet dhe emocionet tona të pakëndshme të tjerëve. Për shembull, një person që shfaq sjellje armiqësore mund të akuzojë të tjerët se kanë diçka kundër tij ose saj në të njëjtën mënyrë. Kur dhe si e përdorni projekcionin si mekanizëm mbrojtës, jepni një shembull. Interesant pyetje. Unë kur e Atë ndodh që ndoshta për shkak të disa situatave të pakëndshme, të nervozizmit të çastit, sjelljet e tua t'ia atribuosh dikujt tjetër, ti lësh fajin dikujt tjetër për diçka. Apo je vetëdijshme që gjithë fajin ta bartësh? Në fakt kjo është nuk e di a është e mira apo e keqe, po megjithatë unë gjithmonë mendoj në aspektin e këndvështrimit tim. Do të thotë çka ka bo Sola keq në këtë rast, çka mundet me ndryshu Sola, po edhe një prej vlerave muj me thonë ndoshta që edhe posedoj është unë kam empati shumë. Edhe sa herë që njerëzit të tjerë mundet mu sill keq për ndonjë arsye, edhe në qoftë se sillen keq ndaj meje, gjithmonë jam të mendu çka ka bo këtë person për me pas këtë sjellje të caktuar. Edhe shpeshherë besoj që kur ndihet keq njeriu sillet në mënyrë të keqe edhe me dikën tjetër, edhe mundon thjesht me arsyetu veprimin, e kjo ka një herë Ka vijat e kuqe Sonja. Përkundër empatisë që e posedon. Janë disa pika që nuk i lejoj për më të kalu, parimet e mia që i kam në aspektin personal, do thotë mendoj që duhet më arrit një aspekt profesional ku ne flasim për punën, edhe nuk i të kalojmë vijat e aspektit personal të një individit. Mirë, çka thot e ardhmja dhe e fundit për këtë raund? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar ose zgjidhur temën që po diskutohet, mund të jetë më mirë të bëni disa ushtrime ose aktivitete të tjera fizike. Cilin ushtrim apo aktivitet fizik do ta zgjidhnit dhe pse? Para se të vim te kjo pyetje, je person që merresh me aktivitete fizike apo tani të ka pushtuar politika në këtë pjesë dhe s'ke kohë? Më pëlqen shumë më marr me aktivitete fizike, më ndohna për me bërë rutinë të jetës time. Sigurisht është pak vështirë për shkak të agjendës të ngarkuar që e kemi në politikë, po megjithatë nuk e anashkaloj. Ndoshta jo mënyrën qysh unë kam dëshirë, po megjithatë është shumë të rëndësishme për secilin person që ta rezervoj. Me fitness, me dalje në natyrë?
Natyra më pëlqen shumë, besoj është vendi ku m'jep një qetësi të jashtëzakonshme. Kohëve të fundit kam fillu me disa ushtrime të lehta, pa pesha, me mundu për me mbajt shëndetin tim në fund të fundit, në atë formë që ti jem gjithmonë e gatshme dhe të shërbej pastaj. Shëndetit emocional, sa i kushton rëndësi Sonja? Shumë rëndësi i kushtoj, për shkak që në momentin kur nuk je vetë mirë, nuk mundesh për me i jep njerëzve më të mirën, edhe kam kuptu që me një rrugtim për sukses, duhesh me qenë shumë okej, nganjëherë me marrë kohë veç për me pauzu, me pushu, edhe me mu mbush me energji, edhe pushimin e shoh të nevojshëm, të domosdoshëm. Edhe shpeshherë kur bisedojmë me shoqnit, me njerëz që jemi përreth, edhe i këshilloj në këtë formë që nuk do të thotë nëse pauzon për një periudhë, je duke dështu. Në fakt është shumë e nevojshme për mirëqenien tënde, për me mujt me pushu në atë formë që të kthehesh. Për më mbush me energji të reja. Patjetër. Mirë, si qëndron me muzikën dhe me artin, Sala. Në fakt, s'do duaj fare ndoshta të pyesja për këtë, sepse e ke nisur karrierën si muzikante, përmende që ke kryer edhe shkollën e muzikës, je vetë këngëtare, po sot në fakt si qëndron me muzikën. Ke kohë të dëgjosh muzikë? Po, edhe vazhdimisht mundona me shfrytzu në mënyrë të mirë, kohën edhe kur jam në rrugë, duke vozit, zakonisht dëgjoj muzikë, po edhe muzika m'jep energji, shumë, edhe vrej që atë është një zonë e rahatisë time, edhe ku rimbushna me energji. Arti në përgjithësi, artistët, ajo bota e artit m'flan shpirt, përndryshe unë edhe shkruaj nga pak, jo gjithmonë, po ke qenë edhe aktore në një film. Është e vërtetë? Aktore në një film kur kam qenë shumë e vogël. Po në përgjithësi artin e qëmaj shumë, edhe për shkak që e shoh si një brendësi të njerëzve, edhe muzika, arti në përgjithësi besoj e kthejnë një sal pak më ndryshe në pa. Sala, jo pashkas ta bëra këtë pyetje, sepse në këtë start të emisionit e kam zakon të pyes të gjitha mysafirët se çka dëshirojnë të dëgjojnë sonte në valët e Radio Kosovës. Kështu që cila do të ishte një dëshirë muzikore që ne mund ta plotësojmë vetëm për ty sot? Unë po bëna pak ma lokaliste. Kështu që Dua Lipën e vlerësoj shumë, edhe e vlerësoj për arritjet që i ka bo, edhe për shembullin e mirë që është duke jap, për neve si ne që jetojmë në Kosovë kështu që cilin do të këngë të Dua Lipës është të qëllume. Mirë, unë do të los deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë Super Yllin ndërkombëtar Dua Lipa dhe një nga hitet e saj vetëm për dëshirën e juneshës sime për sonte, Sala Jashari, ndërkohë që ju mos u largoni, do të rikthehemi vetëm pas pak me raundin e tretë dhe të fundit. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi shoqëruar kështu me Dua Lipën edhe një nga hitet e saj vetëm për dëshirën e juneshës sime për sonte, Sala Jashari, e cila tani është gati për raundin e tretë dhe të fundit. Zgjedhni një kartë nga e kaluara. Tashmet parat, Çfarë ndjenjesh të pakëndshme keni zakonisht për atë që diskutuat? Kur e kujton tërë të kaluarën tënde, cilat janë ndjenjat më të pakëndshme që të vijnë në mendje? Besoj për faktin që gjithmonë je me një korniza të pritshmërive të mëdha, edhe një farë forme për me qenë një fëmijë edhe me pas përgjegjësi të mëdha, sigurisht është pak e vështirë, se gjithmonë je duke vrojtu me një farë gjykimi pak më ndryshe. Edhe unë edhe pse kam zotru një farë forme përgjegjësinë që e kom pas, tash kur e mendoj, me pas pritshmëri të mëdha prej një fëmis, veç pse është prej një familje të madhe, është pak e vështirë për fëmijën në fjalë. Edhe për shembull tjetra është që gjithmonë gjykohesh për çfarë do lloj suksesi. Unë për shembull për e vogël, ndoshta edhe për këtë arsye nuk e kom pa shumë të çuditshme faktin që njerëzit në asnjë moment nuk pajtohen ndoshta me suksesin tënd që mundesh me arrit vetë, se për e vogël jam rrit gjithmonë si në shkollë, gjithmonë nxënësat më kanë thënë ti ke marrë nota të mira se je jasharve, ose ke marrë nota të mira veç pse je këngëtare. Kështu që jam rrit një farë forme dhe tash u bë diçka. Ke rrit duke u paragjyku, që kjo do të thotë se edhe kur kesh më shumë paragjykime ndoshta edhe më të rënda se këto,
gjatë rrugtimit tënd në politik që ke skalitur në një farë forme? Me thënë drejtën, po edhe në fundit mos të harrojmë shembullit që du me jep edhe të gjithë është momentin kur ti e njeh vetveten, pavarësisht çka do që thojnë, pavarësisht çka do që dëgjon, kur ti e njeh veten, nuk ka rëndësi se thjesht e din brendësinë tënde që askush nuk mundet me ditë më mirë se vetja. Natyrisht. Çka thotë ti tashmë në këtë pikë, zgjidhni një kartë. Ne ndajmë mbështetje në lloje emocionale, teknike dhe praktike. Merrni parasysh shembullin më poshtë. Nën A, tek kush mund të mbështeteni për mbështetje teknike në këtë moment, dhe nën B, tek kush jeni në gjendje të mbështeteni për një mbështetje emocionale në këtë moment. Kur them në këtë moment, nuk po flasim tani këtu që jemi në studio, po në të tashmen tënde. Tek kush mbështetet Sala për mbështetje teknike dhe tek kush për... Në çfarë aspekti po mendoni teknike? Në të gjitha aspektet, në ndonjë mbështetje të përditshmërisë të prekshme subjektive. Në aspektin emocional, sigurisht që mbështetna te familja ime dhe partneri im, shoqëria e ngushtë që e kam, për shkak që e kena kriju tash një trup të fortë të asaj që jemi së bashku, edhe e di që ata njerëzit që më njohin mos mire, edhe tek ata sigurisht kthehena edhe marr energjinë edhe mbështetjen emocionale. Po tek mbështetjet teknike kur ka diçka nevojë subjektive Sala, subjektive. Kë e thret të parin ose të parin. Po besoj prapë familja. Mirë, sa jep Sala mbështetje në këtë rast? Sa je person mbështetës në aspektin emocional? Më herët tha që je dëgjuese shumë e mirë. Mendoj tash sigurisht ndashta ndryshe perceptohet për të tjerëve, po për mua shumë e rëndësishme me jap mbështetje për këndet që ka nevojë. E kam kuptuar që është shumë e rëndësishme mbështetje me jap edhe kur njerëzit e kërkojnë, sepse jo gjithmonë është e mirëseardhme, në qoftë se nuk e shohin të nevojshme për të. Por sa herë që dikush ka nevojë, unë gjithmonë jam e gatshme për me jap mbështetje, sepse e shoh këtë rrugtimin e jetës tonë si diçka që në fund të fundit jemi njerëz, edhe jemi qenie sociale, kemi nevojë për njëri tjetrin, ashtu siç kam nevojë për familjen time, rrethin tim të ngushtë edhe njerëzit që më shtyn për me qenë më e mirë se sa jam, me arrit më shumë se sa kam arrit, edhe mundona për me qenë edhe unë jetë për ta. E them më herët, e përmenda edhe më parë që the që je dëgjuese shumë e mirë, po ti rrëfehesh për te asaj që dëgjon, apo më pak? Je tip më i mbyllur. Cila është? Kam ndryshu pak gjatë rrugtimit jetës. Më herët besoj që kam qenë shumë ekspresive, jam shpreh pak më shumë. Ndërsa tash e verej që ka edhe disa gjëra që ndoshta i mbaj pak më shumë për veten, po edhe mundona për me fol për shkak që e verej që është një metodë që na lehtëson për më njoftë më shumë me brendësinë dhe thellësinë e njeriu. Pse thua që je mbyll pak më shumë? Ka ndodhur ndonjë zhgënjim gjatë këtij rrugtimi jetësor apo është thjesht e natyrshme? Besoj që me humbjen e nanës kam ndryshu pak në aspektin se si kam qenë, besoj më herët edhe energji kam pas pak më shumë, po tash energjinë po e marr prej njerëzve, edhe e kom delegu misionin tem tek njerëzit. Më ka dosh pak një periudhë tjetës për me pushu, për me analizu çka po do me bo Sala tash, edhe e shoh si diçka shumë më të madhe, shumë më shpirtërore, edhe tash një farë forme disa gjana jam mbyll për veten, po energjinë tem jam të kthy kredi ka tjetër. Mirë, çka pa hyrë në detaje të tjera për të bërë më shumë emocionale, do të kalojmë tek karta tjetër, që është e fundit për këtë edicion. Në lidhje me dy kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Për të përmirësuar apo zgjidhur temën që po diskutohet, a mendoni se do të ishte më mirë të drejtoheni dikujt për një ndihmë profesionale? Çfarë ndihme do të ishte kjo dhe pse? Për ta thjeshtësuar pak pyetjen, kur ka nevojë Sala për ndihmë profesionale, kujt i drejtohet? Unë kam një rreth që e kam kriju gjatë të kalumes time, gjatë eksperiencave të mia që i kam pas, edhe kam kolegë që
vazhdimisht jam në kontakt me ta, edhe pres mendim objektiv ka shi anës profesionale që duhet ta kem. Po mbi të gjitha kohëve të fundit është babi, po edhe partneri im Egzoni, që vazhdimisht më tregon në qoftë se diçka duhet të jetë më shumë profesionale ose jo, dhe jo vetëm, tash edhe jam pjesë e një ekipe shumë të madhe, një familje shumë të madhe politike, që sa herë që është të nevojshme, e kemi dyrë të hapura për me bashkëpunu. Si ke pas pritjen në partinë e madhe politike së cilës si takon në PDK? Si deputete e re në moshe, aq më tepër që dole një nga më të futuarat, ke sfiduar edhe figura të pasfidueshme, do të thoja, në PDK me ardhjen tënde dhe me votat që ke marrë. Si ke pas pritjen? Unë nuk e shoh në atë formë, edhe arritjen time që jam tashmë në 500 më të votume, në asnjë moment nuk e kom pa veten që jam duke konkurru me ekipën tonë. Unë thjesht e kom pasi një mision, një thirrje që mu njerëzit më kanë jep si obligim. Në asnjë moment nuk e kom di veten që jam duhet e kalu dikën ose si kom pas ato ambicje. Thjesht e shoh si thirrje të popullit për me qenë aty. E sa i përket pritjes, shumë mirë, me thënë drejtën, sidomos për kryetarit të partisë, jam ndje shumë e mirë pritne, po edhe për gjithëve, secili dëkatshëm për me mbështet, dëkatshëm për me mprit në formën më të mirë të mundshme. Kjo është e bukura në këtë rrugtim jo të lehtë, sidomos për një të re si ti. E dashur kaq ishte minutazha për hapjen e kartave të jetës tënde. Faleminderit shumë. Tregon si po ndihesh. Bashkë lundruam nëpër etapa të ndryshme të jetës. E nisëm me familjen për ta përmbyllur me pozicionin tënd aktual. Po ndihna shumë mirë, edhe emisioni shumë interesant, pak më ndryshe, pyetjet shumë interesante që nuk i kam menduar me thënë drejt. Po shumë bukur, edhe faleminderit ty që me aktivitetin për kushtimin që jetë e bë të vazhdueshëm. Unë besoj që ju jeni një shembull shumë i mirë për gjitha neve, edhe gjithmonë kreativiteti është i mirëseardhën, e këto unë besoj përjetova një kreativitet jashtëzakonshëm, edhe një lidhje shumë të veçantë, se si jemi na çka jemi këto, për shkak këto 3 dimensioneve të kalumes tashmes edhe pritshmërive që i kemi këtar. Faleminderit shumë për kohën tënde, unë kisha nderin edhe kënaqësinë e veçantë të kem sonte në këtë emision po aq të veçantë për të njohur përmes kartave të jetës sënde. Krejt në fund e dua një porosi për të gjitha gratë dhe vajzat që janë duke na ndjekur. Për gjitha ato, dua t'ja jap një porosi që asnjëherë mos ndihen vetëm gjatë sfidave që do t'i kenë, edhe mos të harrojnë që secila sfidë në fakt është vetëm një mundësi më shumë. Ndërsa sa i përket vajzave të reja, dua t'i them që duhet ta keni këtë moment ku duhet të filloni të keni disiplinë për suksesin që të arrini. Unë besoj fuqishëm që me lexim edhe me disiplinë s'ka asgjë që mundet me i mohu edhe me ndalu sukseset që i dëshiron secili ose secila. Shumë porosi e bukur edhe një herë dashur, faleminderit dhe shumë suksese në rrugtimin. Faleminderit shumë juve. Të dashur dëgjues, kemi qenë kështu në një bashkëbisedim shumë të veçantë dhe shumë të këndshëm të parin e llojit të tillë për Sala Jasharin, deputeten më të re në moshë të Kuvendit të Kosovës, e cila bëri hapjen e kartave të jetës së saj. Me një hynesh tjetër dhe me mua Elvanën bashkë takohemi javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.